Do dush, jo lete që kom pas njerëz, po kom pas edhe situata të vështira që kom kalu që u kanë është e nevojshme me u komercializu pak ndoshta për mbjetesë vlerë se na e dim që mbjetojmë prej rrogave, na mundemi me lujt shajtin me thonë, shiko se unë jam punoj në edukim e kështu, po jo, unë kom punu edhe për rrogë, a vëdin se nuk muj me majt as veten, as fëmijët, as mirëqenien e familjes, pa e pas një stabilitet financiar. Por, as kjo arsye nuk mi ka tunt asnjëherë temelet. Nashta kum kalu në krizë, kum najt në qatë krizë, edhe kom thonë, okej, a diçka, ka me orë dita që ka mu vlerësu puna, po s'ka mu komercializu. Edhe asnjëherë në familja jonë prej se ekziston, kur njët nuk kina pas, as bashkëpunime dhe marketingut nuk i kum pas ta zonë me fast fooda, ose me alkohol, ose me diçka të cilën nuk i përket qasoj që ka unë e thamë gjdo dit në emision. Nuk i përket që asoj që unë nuk ja u thamë fëmijëve të me. Nuk i përket asoj që ka unë nuk e bëjnë familjen tem. Dhe me thonë, e kam majt familja jonë, si me kanë familja jam personale e shpis. Dhe me thonë, konsideroj si fëmijë temen. Ato që ka, për shembull, unë nuk e rekomandoj një mjek të cilin nuk e kisha që kur fëmijën tem. Nëse unë kam informacione që qaj mjek, nuk është i mjaftu shumë i mirë në fushën e ti edhe nuk e kisha që fëmijën tem, unë kur njët asë në emision s'dal me rekomandu qatë mjek. Pavarësisht edhe nëse është bashkëpunim, e refuzoj të jetë bashkëpunim, veç me rujqit vlerë. Po mu ka këthy kjo, u ka një bumerang i mirë, mu ka këthy me besueshmëri, me shikueshmëri, me respekt. Unë Nina Krenar që njerëz të më respektojnë, bashkëpunëtor që punoj më respektojnë, qatë premtim që ja u kumbo për bashkëpunimin e kemi majt. Unë e kam kokën lartë para këtë njerëzve, edhe ty të kom taku tash për shembull masa kohë, po unë me ty pi kafe, se nuk kam diçka për më rujt. Kam kujdes shumë fytyrën. Kjo realisht ka shumë rëndësi, Saranda, jo vetëm për ty, po në kuptimin edhe familjar. Do me thonë se ti gjithmonë i ke trajtu këto temat që kanë bëjnë me mirëqenien e familjes, që është baza, që është një celula, po realisht duhemi secili me mendu që kemi edhe pasardhës të cilët sidomos kur je figurë publike, dhe me thonë, identifikohen me qatë prind. E kjo ftyra, që shtadin, e ka qatë... Është shumë e rëndësishme me rujt edhe me pas të... Qysh me thonë, me pas ftyrë me taku njerëz edhe mas një kohë që ke punu me ta. Unë, për shembull, unë nuk e quj veten mas pari, naj VIP, naj sen se u bo pa klishe kjo puna, gjithkush po del në TikTok, gjithkush. Unë bile me krenari e tham që ka gazetar që kanë kalu në për dur të mija sa kam qenë klan, po sot janë shumë atë famë shumë se unë. Halal i koft, bravo i koft, po nëse më kish pyet dikush mua e don, me bo qatë rrugtim, jo nuk isha dasht. Jo, ma mirë po mes me pak famë, po me ftyrë, se me marë famë gjithçysh. Dhe nuk, kur po thamë gjithçysh, nuk po du mu keq kuptu, e kam fjallin gjithçysh, se unë, për shembull, nëse nuk besoj që kjo ujë që të është i shnetshëm.